Të dashur, të nderuar, të respektuar besimtar, vëllezër dhe motra. Sot jemi tek Suratul Fussilet, një sure mekase e përbërë prej 54 ajeteve dhe e ka emrin sqaruar në detaje apo libër i shkoqitur, i kuptuar qartë, i cili bëhet fjalë për shpalljen e Allahu Gjellëshanuhu, librin e tij që ja shpalli Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Kur'anin famëlart. Kjo sure në përmbajtjen e saj, edhe nga rëndësia që e ka këtë emër, Fussilet, një libër që është i sqaruar në detaje, tregon për rëndësinë e këtij libri, mesazhet thelbësore të këtij libri, Kur'anit famëlart, që janë shpallur për mbar njerëzimin. Allahu thot në fillim të kësaj sureje Hamim, duke përshkruar dy shkronjat e para Hamim arabe, siç kemi folur për këto shkronja, huruful muqatta, tanzilum minar rahmanir rahim. Ky është një libër që ka zbritur prej Rahmanir Rahim, gjithë mëshirshmit dhe mëshirbërësit të madh, Allahut Gjellëshanu. Arsyeja, të dashur besimtar, thelbësore e emrit të kësaj sureje, Fussilet, është sepse arabët e kundërshtuan Kur'anin famëlart. Nuk e besuan atë si një libër prej Allahut Gjellëshanuhu. Thanë që është një libër që Muhamedi a.s. e ka mësuar diku dhe kanë aluduar në këtë thënie të tyre, kur Muhamedi a.s. në rinin e tij shkoi me xhaxhain e tij për tregti jashtë Mekës. Këta Mekas pretenduan se Muhamedi a.s. është takuar atje me një prift dhe ai ja ka mësuar që të flasi këto fjalë. Por në fakt kundërshtimi kryesor, si një mrekulli nga Kurani famëlart mbi këtë fjalë, është sepse Kurani nuk ishte diçka që u fol brenda një kohe të caktuar në fillimet e profetësisë edhe mbaroi me aq. Por Kurani vazhdoi për 23 vite me radhë dhe mrekullia ishte se sipas situatave të caktuara që ndodhnin me Muhamedit a.s. vinte edhe shpallja. Dhe kështu që ky pretendim i Mekasve ishte i kot. Prandaj dhe Allahu thot që ky është një libër që ka zbritur nga Allahu Gjellëshanu, mëshirues dhe mëshirbërës. Është një mrekulli që i ka zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse ai nuk dinte shkrim dhe lexim. Edhe për te kësaj, me atë çfarë ati ju shpall nga Allahu Gjellëshanuhu, ai do t'i hap sfidë edhe shkrimtarve dhe poetëve më të aftë në kohën e tij. Po ashtu, Allahu thot në ajetin e 3 të kësaj sureje, ku edhe kjo sure e ka marrë emrin, Kitabun fussilet ayatu Kur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun. Ky është një libër që ajetet e tij janë të shkoqitura, të kuptuara qartë. Është një Kur'an në arabisht për një popull që di ta kuptojë. Ligji i Allahu Gjellëshanuhu është se e ka shpallur librin e tij tek profetët që ka dërguar me gjuhën e popullit ku ky profet ka dalë nga gjiri i tyre. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Allahu thot në Kur'an, nuk kemi dërguar asnjë profet vetëm se me gjuhën e popullit të tij që ai t'u flas atyre.
Dhe kështu Muhamedi alayhi salatu wassalam, duke qenë se ishte arab dhe doli prej arabëve, prej gjirit të tyre, atëhere edhe ky libër u shpall nga Allahu i lartësuar në gjuhën arabe, drejt për së drejti për atë popull dhe për mbar njerëzimin më pas. Dhe po të shikojmë qartësia e Kur'anit famëlart në mesazhet e tij të qarta, është shumë i qartë për të kuptuar nga të gjithë njerëzit dhe nga të gjithë aftësitë e tyre intelektuale. Qoftë tek njeriu që ne thomi me 2 klasë shkollë e deri tek ai që mund të jetë shumë i lexuar. Kur'ani është i qartë për të kuptuar nga të gjithë njerëzit. Nuk duhet kursesi që askush prej nesh sidomos, prej besimtarve, ta shikojmë si një tabu, si do ta kuptoj unë Kur'anin, por duhet hapur ai libër, duhet nisur për të lexuar dhe do të shikohet se sa qartë, se sa me detaje të shkoqitura e ka shpjeguar Allahu xhaleshanuhu mesazhin e tij thelbësor që kërkon për të kuptuar nga të gjithë njerëzit. Dhe nëse do të shohim se çfarë më rëndësi kërkon Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin e tij, do të shohim se besimi i pastër në njohshmërinë e Zotit, tauhidin e pastër dhe pranimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është gjëja thelbësore që Allahu xhaleshanuhu kërkon nga të gjithë ne. Dhe këtë Allahu e ka ilustruar me shembuj shumë dimensional në Kur'anin famëlart. Po të shikosh, Allahu flet për krijimin e universit, që ky argument logjik që ti do ta shikosh më pas me sytë e tu, por edhe Allahu ta shpall në Kur'an që të thotë shiko se si e kemi ngritur qiellin, shiko se si i kemi krijuar yjet, diellin, hënën, që ti në këtë formë të shkosh dhe të gjesh Allahun xhaleshanu. Allahu ka krijuar njerëzimin, ka folur në Kur'an se si kjo mrekulli ka ndodhur në krijimtarinë e njerëzimit, që ne të shkojmë të gjejmë Allahun xhaleshanu. Allahu ka folur për shumë veçori dhe mrekulli natyrore specifike në Kur'an, që ne të gjejmë Allahun xhaleshanu. Ka folur për mrekulli në botën shtazore, për mrekulli në botën bimore, për mrekulli në botën e shpendeve dhe të insekteve, që përsëri ne të gjejmë Allahun xhaleshanuhu. Allahu po ashtu ka folur në shumë raste për popujt e mëparshëm, që ne të kuptojmë mesazhin e profetit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që edhe kjo ne të na çojë drejt gjetjes së Allahut xhaleshanuhu. Sepse qëllimi kryesor të dashur besimtar i shpalljes së Kur'anit, siç vazhdon ajetin e 4 të surës Fusilet, është një libër i cili është beshira wa nadhira fa'arada aktharuhum fahum la yasmaun. Sepse ky është një libër i cili është përgëzues dhe qortues, të përgëzon që ta jetosh këtë jetë me besim dhe do të kesh si shpërblim xhenetin, dhe të qorton se nëse do të rish larg besimit në Allah dhe do ta kundërshtosh Muhamedit alayhis salatu wassalam, të pret xhehenemi. Mirë po thot, shumica e tyre nuk e dëgjojnë këtë libër. Dhe po t'i vësh re në historinë islame ajo çfarë ka ndodhur më thelbësore në kundërshtimin e Kur'anit nga arabët në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ishte se arabët prijesit për të kundërshtuar Kur'anin famëlart nuk i lejonin njerëzit që ta dëgjonin fjalën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur ai këndonte Kur'anin në namaz. Pse nuk i lejonin njerëzit që ta dëgjonin Kur'anin? Sepse do të mahniteshin nga mrekullia e Kur'anit famëlart dhe do të pranonin Islamin. Dhe në Kur'an tregohet që ata çfarë bënin? Bënin zhurmë në momentin që u lexonte Kur'ani me zë të lartë. Bënin zhurma të çuditshme që si të pengonin ndikimin e fjalëve të Kur'anit tek veshët e njerëzve, të cilët kur e dëgjonin Kur'anin e pranonin më pas Islamin. Dhe ka shumë raste që vetë këta kundërshtar
mahniteshin nga Kurani dhe kur errësohej natën, shkonin fshehur razi për të dëgjuar Muhamedit a.s. kur e këndonte Kur'anin në shtëpinë e tij. Dhe ka raste kur pikërisht dy kundërshtarët më të mëdhenj Muhamedit a.s., një nga këto Ebu Xheli, të cilët takohen natën pa e ditur se janë të dy duke dëgjuar Muhamedit a.s. duke kënduar Kur'an, dhe kur e pan njëri tjetrin, i dhanë fjalën që nuk do ta bëjmë më këtë gjë dhe nuk do të vim tek Muhamedi a.s. për ta dëgjuar këtë Kur'an fshehur razi, por përsërit natën tjetër shkuan duke kujtuar se shoku im nuk do të vi dhe do të shkoj vetëm unë, përsërit të dy ballafaqohen me njëri tjetrin dhe ashtu habiten duke e parë njëri tjetrin përballë duke dëgjuar Kur'an dhe thanë kjo të mbesi sekret tashmë midis nesh, mos ta marrin vesh të tjerët. Këtu kuptojmë ndikimin e madh që kishte dëgjimi i Kuranit. Prandaj dhe Allahu e ka përmendur veçanërisht që shumica e tyre nuk e dëgjojnë Kuranin, që do të thotë të dashur besimtar vëllezër dhe motra, sa më shumë ne të jemi larg Kuranit, nuk e lexojmë, nuk e dëgjojmë, nuk do të marrim ndikim prej tij. Dëgjimi patjetër i Kuranit famëlart është gjëja thelbësore që besimtari musliman duhet ta kalojë jetën e tij. Në vend që të dëgjojmë muzikë, në vend që të dëgjojmë gjëra të cilat e dëmtojnë zemrën, e sëmurin zemrën, besimtari musliman duhet të dëgjojë Kur'an famëlart, edhe pse nuk e kupton, por mrekullia e fjalëve të Allahu xhelle shanuhu, mrekullia e zërit që del prej lexuesit, është një zë dhe janë ajete të cilat drejt për së drejti do ndikojnë në zemrën tënde, do ta shërojnë zemrën tënde. E lërë më pas kur ta lexosh atë në gjuhën përkatëse, e lexojmë në shqip, do të marrësh më pas edhe mësimet nga ky libër madhështor që duhet të jetë busulla kryesore e orientimit të jetës tonë si besimtar. Në Kur'an, të dashur besimtar, do të gjejmë çdo gjë që flitet, por është shumë e rëndësishme, duhet metodologjia e duhur për ta kuptuar atë. Prandaj dhe këshillohet besimtari që kur ta lexoj Kur'anin të ketë edhe një hoxh që do ta pyes, një mësues që do ta pyes për gjërat që ai në atë moment nuk i ka të qarta. Për shembull, dikur kam dëgjuar një hoxh në një ligjërat të tij dhe tha, një herë po mbasha një ligjërat edhe i thash xhamatit prezent, në Kur'anin famëlart do të gjeni çdo gjë me detaje për çdo çështje të jetës. Biles thash thot ky hoxha, do të gjeni në Kur'an edhe sa gram miell duhet për të gatuar një bukë. E kjo ishte pak e çuditshme në mënyrën se si e tha hoxha në ligjërat, dhe njëri prej xhamatit ishte ngritur dhe i kishte thënë: "O hoxh, unë pretendoj që jam një lexues i mirë i Kuranit. E kam lexuar disa herë, e kam studiuar atë me detaje, por në asnjë ajet të Kuranit unë nuk kam parë që të flitet për bukën në veçantë dhe se sa gram miell do ajo që të gatuhet." Ndërkohë, pikërisht këtu futet metodologjia për ta kuptuar Kuranin drejt. Dhe hoxha i kthehet dhe thot: "A nuk e ke lexuar ajetin Fes'elu ehle dhikri in kuntum la ta'lamun? Pyesni njerëzit kompetent për fushat e caktuara, për gjërat që ju nuk i dini?" Po, thot, e kam lexuar, por çfarë lidhje ka kjo me sa gram do buka për t'u gatuar? Sepse ky ajeti thot po na tregon që ti të shkosh tek furxhiu dhe ta pyesesh: "I dashur furxhi, sa gram miell duhet për të bërë një bukë?" Dhe ai do të tregojë ty recetën. Pikërisht kështu kuptohet dhe Kur'ani famëlart. Ka metodologjinë e duhur për të kuptuar që mos të biesh në kundërshtim apo mos të futen vezvese dhe cytje në mendjen tënde dhe në zemrën tënde gjatë leximit të Kuranit famëlart. Dhe kështu do të shikojmë që Kurani
në atë çfarë ka si mesazh thelbësor për ta orientuar njerëzimin drejt besimit në Allahun xhaleshanu dhe për të jetuar një jetë nën kornizën e hallallit dhe haramit, për ta synuar një jetë të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër, është pikërisht manuali kryesor që duhet gjithsecili prej nesh ta kemi të pandashëm në jetën tonë. Prandaj dhe Muhamedi alayhi salatu vesselam do të këshillonte: "Ikra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi." Lexojeni Kur'anin, sepse Kur'ani ditën e gjykimit do të visi ndërmjetësues para Allahu xhaleshanu për shokun e tij. E ka cilësuar për shokun e tij, që do të thotë Kur'ani duhet të jetë shoku jon më i afërt. Nëse kemi një shok në jetën reale, i cili na këshillon, i cili na ka përdore kur gabojmë, i cili na përkujton Allahun, na përkujton të dërguarin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shok prej shokëve tanë të përditshëm, kjo dihet nga gjithsecili prej nesh që është një vlerë shumë e madhe. Luma ai që ka një njerëz të tillë, një shok të afërt, një shok që ja përkujton Allahun, e ka përdore kur ai bie në gabim, e ngrin kur ai ka nevojë të ngrihet dhe ka një mbështetje të fortë, por ama shoku më i mirë, akoma dhe më i mirë se sa ky shoku jon në aspektin njerëzor, është Kur'ani famëlart, i cili ditën e gjykimit, kur ne do të kemi nevojë të ngrihemi, kur ne do të kemi nevojë të japim llogari para Allahut xhaleshanu, kur ne do të kemi nevojë të kalojmë urën e siratit, kur ne do të kemi nevojë të lartësohemi në grada të larta në xhenet, është pikërisht ky Kur'ani famëlart që do ta kapi njeriu prej dore. Dhe siç tha Muhamedi alayhi salatu vesselam, sa më shumë Kur'an të di besimtari përmendësh, ditën e gjykimit do t'i thuhet lexo Kur'an përmendesh, dhe sa më shumë ai të lexoj, aq më shumë do të lartësohet në grada në xhenet. Pikërisht pra lexojeni Kur'anin, një libër të qartë nga ana Allahu xhaleshanu, që gjërat i ka shumë thelbësore, shumë të qarta, dhe po të shohësh gjëja më e qartë në Kur'anin famëlart është pikërisht kur flitet për njohshmërinë e Allahu xhaleshanu. Po të pyesësh të gjithë ata të cilët pretendojnë islamin besimtar, them pretendojnë në kuptimin që ndoshta i ka ngel si tradit, ndoshta janë shumë larg praktikës, ndoshta janë shumë larg Kur'anit, por ama kur i thua çfarë mendimi ke për Allahun, është një i vetëm dhe nuk ka shok. Dhe kjo është një traditë e bukur në të gjithë botën islame, sepse kjo qartësohet me 3 ajete në Kur'an. Në surën Ikhlas, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thuaj Allahu është një, i vetëm, pa shok, as nuk është i lindur dhe nuk ka të lindur, dhe me të nuk ka asgjë të ngjashme. Ka më gjë të qartë se kjo që shpjegohet në Kur'anin famëlart, por pikërisht kjo qartësi të vdesësh në këtë besim të pastër është ajo çfarë kërkohet në të gjithë mesazhet thelbësore të Kur'anit famëlart. Gjëja më e thjeshtë që është shumë e qartë për të kuptuar nga të gjithë shtresat intelektuale të njeriu, është gjëja më thelbësore që kërkohet nga Kur'ani më pas, dhe është gjëja e cila do ta shpëtojë njeriu, sepse siç tha Muhamedi alayhi salatu vesselam, edhe sikur njeriu të vi para Allahu xhaleshanu ditën e gjykimit me gjunahe sa malet, nëse do të vi para meje dhe nuk do të më ketë bërë idhujtari dhe nuk do të ketë besuar diçka të ngjashme me mua dhe të më ketë bërë diçka shok mua, unë do t'ja fal atij të gjitha gjunahet. Pra të vdesësh me la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dhe kjo është gjëja më thelbësore që kërkohet nga Kurani famëlart. Allahu na bëf prej tyre që lexojmë Kuranin, e praktikojmë në jetën tonë të përditshme dhe bëft Kuranin shokun tonë më të afërt në këtë botë dhe në botën tjetër. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Allahumma salli wa sallim.